Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Askush nuk e vuri re, ja gjesti i Eglit në Varim. Tragjedia që tronditi familjen Kelmendi pas ndarjes nga jeta të Eldionit, vëllait të fituesit të Bigut, ka mbledhur pranë familjar, miq, persona publik të cilët shprehën ngushëllime dhe solidaritetin e tyre në këtë moment të rënd. Mes tyre ishte dhe Egli Tako, e cila është parë të jetë e prekur gjatë ceremonisë martore. Ajo shfaqe veshur tërësisht në të zeza si një shenjë respekti dhe zije, ndërsa në duar mbante një lule të bardhë, simboli pastërtisë dhe qetësisë shpirtërore. Pamjet tregojnë momentin prekës kur Egli afrohet pranvarit të Eldionit dhe vendos lulen mbi të, një gest i thjesht, por me domethënie të thellë. Ky veprim i saj është përjetuar si një shprehje dëmshurisë dhe respektit për të ndjerin dhe për familjen e tij që po kalon dhimbje të papërshkrueshme. Në rrjetet sociale ky moment është shpërndar dhe komentuar gjerësisht, duke marrë vlerësime për humanizëm dhe mirësinë e Eglit. Shumë ndjekës e kanë cilësuar atë si një grua me zemër të madhe, e cila e dëshmon se solidariteti dhe mbështetja në ditët më të errta vlen më shumë se çdo fjalë. Varimi i Eldionit u shoqërua me një atmosferë të rënduar dhe lotë të shumt, teksa familja dhe të afërmit e tij e përcollën për në banesën e fundit. Ndërkohë, pjesëmarrja e figurave publike si Egli Tako tregoi edhe një herë se dhimbja e kësaj humbje të madhe ka prekur zemrat e të gjithëve.